Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të Klan Kosovës, mirë se po takohemi edhe në një tjetër epizod të emisionit Pasion e Profesion. Tashmë jemi në muajin e Turqisë, siç edhe e dini, dhe do kemi të ftuar këtu përsëri Ozanin, i cili do na tregojë më shumë rreth recetave të tij dhe çka do përgatis sot, por gjithashtu do jetë me ne në studio edhe Andi si gjithmonë. Ne do ndjekim pa tjetër një material në Stamboll, ku kemi qenë në një restorant goxha interesant dhe me ushqime shumë të shijshme, por së pari dua të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Ndjekim së bashku materialin në Stamboll dhe rikthehemi përsëri në studio. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur nga Ortaköy. Jemi në Stamboll përsëri edhe në këtë epizod e ne po e vizitojmë Stambollin dhe po sjellim histori të ndryshme nga Stambolli, nga restorante të ndryshme. Unë jam këtu në Ortaköy, një nga lagjet më të gjalla dhe më të vizituara të Stambollit. Jam Buzdetit, ku mund të shihni urën e Bosforit, por gjithashtu edhe këtë xhamin, e cila është xhami, një ndër xhamit më të bukura, e cila është Buzdetit. Gjithashtu ajo është ura e parë e Bosforit. Unë do vizitoj pra sot një restorant shumë të veçantë, por gjithashtu kemi me provu edhe disa ushqime tradicionale këtu të Turqisë. Ortaköy njihet si një vend me shumë gjallëri, jeta e natës është fantastike këtu, por gjithashtu njihet edhe për tregun e patateve të pjekura, të cilat do i shohim vetëm pas saktë, do i provojmë së bashku. Por edhe për rrugicat me kafene dhe me tregje të ndryshme, pra me dyqane të ndryshme të cilat mund të bleni edhe gjësende ose aksesor ose diçka të cilat mund ta mbani kujtim nga Ortaköy. E vazhdojmë të qëndroni me ne deri në fund të kësaj historie, por për fund të kësaj historie normalisht dua të falenderoj Podravkën, e cila gjithmonë na mundson që të sjellim histori të ndryshme nga vende të ndryshme në Pasion e Profesion. Shikues dashur, jemi ende në Ortaköy, e këtu kam dashur me provu një specialitet turk. Pra në Stamboll është kjo patate e shtypur, e cila përzihet me djath dhe mund t'i shtosh çka të duash ti. Unë kam shtu për vete ullenj, djath ekstra, një sos të djegës, tranguj, turshi dhe gjithçka misër, mos harroj edhe misrin. Këtu është pra një treg i patateve, të cilat këta e kanë specialitet në Turqi. E bëjnë shumë të veçantë dhe shumë të shijshëm. Mua po m'pëlqen shumë sepse po ndoket diçka shumë interesante, të cilën nuk e kam provu më herët. Po vazhdoj me e provu edhe po e shijojmë këtë treg kaq të mirë, por gjithashtu edhe pamjen në Ortaköy.
dashur, jemi në një ambient fantastik, jemi tek Kuleli Jakamoz, këtu pranë Bosforit. Pra, është një vend fantastik, është një restoran shumë i mirë, me ushqim shumë të shishëm. Unë jam duke e pi një katër turke bashkë me pronarin e restorantit, pra bashkë me Tanerin. Yes. Taner Bey, Hoş geldiniz. hoş buldun. Merhaba. Hoş geldiniz. Thank you for waiting and for the warm welcome here. I will start asking you some questions. How long has the restaurant been operating? 2007 yılında açıldı. 17 yıllık bir restoranız. İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteriyoruz. Tamamen alkolsüz bir mekana sahibiz. İstanbul Boğazı'nın en nadide yerlerinden bir konumdayız. Ve misafirlerimizi bu şekilde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. What are your signature dishes and your specialties here in this restaurant? Fish, balık restoranı ve et de var bizde daha çok ama balık restoranı işte kalamari, karidesi, balığı, organik ürünlerimiz var. Bunu daha çok böyle doğal ortamlardan getiriyoruz. Ardahan'dan biz doğuluyuz. Dolayısıyla Kosova'ya da daha yakınız. Onun için balıklarımız çok güzeldir ve spesiyel Bosporus bir menümüz var. Bu daha çok böyle kalamar, karides, ahtapottan oluşan bir yemeğimiz var. Bu çok spesiyel ve çok tutulan bir ürün. But how did you choose this specific place? It's a very beautiful place with a beautiful view here. Benim bir lafım var. Çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın. Şöyle ki İstanbul Boğazı'nda yer almak istiyorsak doğru mekanları doğru yerde seçmelisiniz konum olarak. Çünkü biz daha çok böyle turizm ağırlıklı bir işletmeyiz. Burayı seçmemin sebebi bana göre cennet gibi bir yer. Cennet. Evet. What makes your restaurant different than others? Evet, şimdi İstanbul Boğazı'nda baktığın zaman Bosporus kanalında alkollü mekanlar var. Biz bunlardan farklı olarak alkolsüz tek mekanız. Yani no alkol. Çok daha güzel insanlar kapalı kesiminde yani yemek yeme kültürü olan insanların burada lezzetini alsın. Her şey alkolden ibaret değildir. Sadece güzel bir kahvaltı, güzel bir akşam yemeği, romantik bir yemek. Diğer restoranlardan çok farklıyız biz. Çok güzel view. Evet, çok güzel cennet. Very beautiful view. Një palë Sa shumë e söyle. bukur, gjithashtu po e bëjmë këtë intervistë në gjuhën turke sepse Taner Bey flet turqisht dhe pse jo mos ta bëjmë edhe këtë intervistë në gjuhën turke edhe pse unë po flasin anglisht. Is there any story behind the name of the restaurant? Yakamoz restoranı benim 1998 yılında ilk restoranımı açtım Beylerbeyi'nin. 2003 Kanlıca, 2008 Kuleli Yakamoz. Yakamoz ay ışığının gece vakti denize yansımasını anlatıyor. Yani ay ışığı böyle gece ışıl ışıl oluyor. İsmi oradan aldım. Yakamoz ismini. O zaman 1998 yılında kurarken kendim kurdum. Yakamoz'un tüm harflerini kendim seçtim. Çok zor koşullarda kurdum. 1998 yılında. Okay. But do you host any events here and like Turkish nights with music or something else? Özel etkinlikli doğum günleri daha çok biz akşamları gün batımında romantik evlilik teklifi yapan misafirlerimiz var. Bütün bu sahildeki masalar hep evlilik teklifi yapan, insanların ilk adımı attığı bir yere geliyoruz. Bu da İstanbul Boğazı'nda nadide bir yerde bir kadının, bir erkeğin kadına o yüzüğü ilk evlilik teklifi yapması. That's very great. That's very nice. And in the end, tell me something about Istanbul. Dünyanın en güzel şehri, dünyanın başkenti bana göre. Dünyanın görebileceğiniz İtalya'ya gittim. Roma, Floransa, Venedik, İngiltere'ye. Bana göre İstanbul Boğazı burası bir cennet. Dünyanın başkenti İstanbul.
Çok teşekkürler Taner Bey. Ben It was a very teşekkür ederim. Thank you pleasure. very much. Thank you very much. Shikues dashur, kishte edhe intervista me pronarin e Kylleli Jakamës. Yes. Ne do i propojmë edhe disa nga ushqimet që i përgatisim këtu, kështu që juftojmë edhe ne që sarë të vini në Stamboll, të vini dhe ta shihoni këtë pamje kaq të bukur të Bosforit dhe ushqimin kaq të bukur këtu në Kylleli Jakamës. Evet, Kosova'ya sevgiler. Çok teşekkürler. Thank Ben you. teşekkür ederim. Sağ ol. Shikues të dashur, nga Arnavutköy jemi në Bebek. Kjo pra është një ndër lagjet më luksoze, më të pasura të Stambollit, por gjithashtu është një lagje shumë e shëtitshme ku mund të vraposh, mund të bësh yoga dhe mund të shohësh disa nga vilat më luksoze të cilat keni mundur të shihni ndonjëherë. Siç dihet historikisht, aristokratët Osman kanë blerë këtu vilat më të shtrejta dhe më të mirat, kanë ndërtuar villat e tyre këtu, të cilat mund të shihni edhe në pamje, aty mbrapa meje ka villa të shumta. Gjithashtu është një lagje e cila ka kafene, por edhe mund të bëni shopping këtu, pra mund t'i bëni të gjitha blerjet të cilat dëshironi, sepse është një lagje mjaft luksoze. E ne po vazhdojmë me diçka tjetër. E shikues të dashur, pas Ortakoj jemi në Arnavutköy, e cila është pjesë e qarkut të Beshiktash, pra është në pjesën e bregut europian të Stambollit. Këtu pra është një lagje që emri ka ardhur nga banorët shqiptarë të cilët i solli këtu Sultan Mehmeti i Madh për të ndërtuar rrugë. Pra këtu ka pasur një mori pra të ndryshme të njerëzve të cilët kanë qenë grek, turq, hebrejn, por edhe shqiptar. Më kohën është zhvilluar shumë, është një vend shumë i bukur, por gjithashtu aristokratët Osman kanë ndërtuar këtu villa të shumta të tyre të cilat janë shumë luksoze. Gjithashtu është një vend shumë i mirë dhe ka restorante të specializuara të peshkut. E shohim bashkë për më shumë. U rikthyer njerë në studion e Pasion e Profesion, pasi ndoqëm së bashku edhe udhëtimin tonë në Stamboll. E tash është koha të mirëpresim Ozanin. Hi Ozan. Hello Ariana, how are you? Fine, and you? Good, thank you so much. How was your day? It was good. Pra Ozani do jetë me ne edhe gjatë kësaj jave, do shohim se çfarë do përgatis, do na tregoj ai pak më shumë rreth recetave të tij, se po më duket I ka 2 receta. Do we have 2 recipes, I think? Yeah, One we salad have and exactly. some dessert. Today we have a mozzarella avocado salad and pineapple carpaccio with the dessert. Okay, Yeah. can we try it? Yeah. Unë për vete po du me pi një çaj, se është goxha ftoftë edhe është koha, tamam për çaj. Një çaj nga Podravka, po cilin çaj, Andi? Çfarë çaji me pi unë sot? Unë ti zakonisht e din që unë kamomil kam qef. Unë s'po e qas për ty, po e qas për vete. Po të jem vete mu. Po e shoh çka kemi këtu. Po e marrni beauty. Okej, ty të shkan.
Po e marr. Pra po e marr edhe çajin Beauty nga Podravka. Se koha është e tillë që tash na duan çajat. Është sezona e çajave. Edhe këta çajat Beauty janë shumë të mirë, sidomos për neve qikave grave. Po gjithashtu, edhe po duket kaq bukur, sepse janë enët e Karajës. Gjithashtu, të gjitha pra produktet që i kemi në studio janë nga Karaja, cilat Andi edhe Ozani po besoj që po ju kryjnë shumë punë edhe po ndihen shumë mirë sepse janë shumë produkte cilësore. Po e marr çajin me veti dhe po shkoj edhe te Andi. Përshëndetje Andi. Ç'ka love sot? Super. Super. Me nëzipita mon me bo diçka të mirë, tho, bashkë me Ozanin. Si javën e kalunë edhe këtë javë kena vendosë, masi Ozani ka vendosë me bo salatë dhe desert, nuk ka vendosë me bo për dallim për javës kalunë, sot kena vendosë me bo pastaj, i kena me da orekjete, cilat do të bojmë iceberg, me radicjo, me tomatina, edhe pak mish draj të kuq. Okej, po pras me pa dhe recetën tonë dhe në fund pra Andi. Faleminderit. Shkoj pak të Ozani të shoh se ndoshta ka fillu me përgatitjen. Ozan, can you tell us, do you think that the Turkish traditions have similarities with Albanian ones, Kosovar ones? No, we have I can say it like some beef item, for example, the köfte. It's similar, but it's not same. Yeah, some items is like for the soup, for example, some chicken soup and some salads. We have a similar, but not. I cannot say it like all of the 100% is the same culture. What we have right now in Turkey, the same culture, the for food. Almost the same ingredients, but you know, every country has a different kind of the baza and different kind of the fruit, vegetables, the oils, and you know, it's making the taste is different also. Pra shikues të dashur, ne po shkëputemi për një blog të marketingut, sepse edhe këtu në çaj të Podravkës po më shkruan që duna me pas një moment veç për vete, përderisa Ozani dhe Andi janë duke u bë gati kështu me fillu recetat, unë po e pi çaj nga Podravka Beauty, edhe rikthehemi vetëm pas pak pas blogut të marketingut. E shikues të dashur, rikthyem pas blogut të marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion. Këtu mbrapa mi është edhe këndi ETC-s, ku po ju tregoj që të gjitha produktet të cilat përdoren këtu në studion e Pasion e Profesion i marrim nga ETC-ja. Gjithashtu po ju tregoj edhe pastat e P&K's, cilat janë më të shijshmet dhe çdo herë kur bëjmë pasta këtu në Pasion e Profesion, përdoren pastat nga P&K. Andi çtu dikun pas ka hup, koka të Ozani. Andi, s'përën vendin tonë. Po kam qefa përnu edhe me Ozani pak bashkë. Po vjen mirë. Po e shoh që qenke tu e përdor edhe pasatën nga Podravka. Po besoj që pas ka me dalë një recetë shumë e shijshme. Unë pa produktet Podravkës nuk bëj asnjë recetë edhe. Si gjithmonë, gjitha produktet e Podravkës janë shumë të shijshme. Gjithashtu edhe pa vegetën nga Podravka nuk mundemi. Une? Okej. Sa duhet? Çfarë sasie? A më i kështu? A duhet prapë? Mjafton. Në fund do provojmë prapë. Faleminderit shumë Andi. Që më përfshive veç pak këtu në recetë. Faleminderit ty për ndihimin. Ozan, Yes, please. how is everything going? Yeah, all is well. Our salad is ready right now.
So you're Yeah. making the dessert now, right? Yeah. We are going to prepare right now. Can the you teach dessert. me something? Why not? Why not? Why Okay. not? If would you like to learn something, Yes, why of not course. to teach it? And the salad is ready. Now we are going to prepare the dessert as well, which is we say the pineapple carpaccio. Let me start it for the salad also. Ozan, what's your Yeah. favorite food? My favorite Not food. to prepare, to eat. And then to prepare. Actually, I don't want to choose some food. You know, I like to take it carbohydrate, protein, calcium from every food. So that's why I don't like to choose it. Yeah, for example, some food I don't like it, but general I cannot say this is my favorite food. This is my not favorite food. I cannot say that. I will, as much as possible, I would like to get it from all the items, all the food ingredients to protein, calcium, carbohydrate. So it's making me healthy, stay healthy. Okay, Yeah. that's so nice. But what's the one culture that you like most about the food? Let's be honest, our Except- culture, Except Turkish. I can say, I don't know, actually, I'm not remember right now what I can say for this question. It's, I didn't think about this, which culture is close to for me. I cannot say it, I don't know, really. Okay. I don't have this question That's a answer. difficult. Yeah, that's the difficult Choice, I to think. choice Yeah. for me. Yeah. Okay. Andi, po ty, cila nga kulturat pëlqen ma shumë? Kur bëhet fjala për ushqim. Të ushqimi, po tash edhe që shihet në Kosovë, na jena fokusuar më shumë ka kultura italiane. Te pastat, te brumi, domethënë te karbohidratet, fokusuar gjithmonë te karbohidratet, edhe që ajo kulturë na ka përcjell neve. Nëse në për disa vende ka filluar edhe kultura e Greqisë, cila në ushqime pak më natyrale, jo sforcune shumë, ama kena llojshmëri shumë, kena edhe kulturën tonë. E cila është tradicionale, e cila nuk ndrohet. Unë jam adhurues shumë i tradicionales, se ushqim modern ha shumë edhe përgatitur vet, kështu që jam adhurues kam qejf me provu ushqime tradicionale më shumë. Andi, e dim që ti e ki punë, fillimisht, po sa gjen kohë, kështu sa ki kohë me përgatit në shtëpi? Unë zakonisht ajo në shtëpi përgatis shumë pak, shumë pak, zakonisht në vikend, ose kur du minimu në kuj, po në shtëpi e bëj rëmujshëm. Okej. Në shtëpi po besoj sa ma shpejt diçka. Shumë rëmuj e bëj. E kur jemi tek ata që nuk kanë kohë kështu si Andi, po edhe si unë po e vërfshi edhe vetën këto, i kemi produktet e duhura, cilat munden me i përdor. Pra janë produkte zovade nga Katari, cilat po i marrë dhe po ju tregoj. Mundeni me përgatit chicken burger. Janë shumë ushqime të mira, janë shumë të shishme, janë cilësore. Pra, zovade nga Katari tashmë është edhe në Kosovë dhe munden me përgatit ata që s'kan kohë si unë, si Andi dhe si pothuaj se të gjithë ne, munden me i ble këto produkte edhe me përgatit në shtëpi shumë lehtë dhe shumë shpejt. Unë doja demonstroj. Po, patjetër do e Se si kemi një zbon recetë gjithë nga produktet. Andi se do shta e bëjnë chicken burger. Po, në problem. Pa presim me pa dhe recetën. Andi, tash, cila është pjesa e radhës që kime përgadit? Çka kime bo tash? Duhet me zi pasta. Okej, pasta nga pjenki. Gjithmonë. Ozan, Yeah. what are you doing now? Now I'm going to prepare the dessert. The dessert, Yeah, okay, yeah. okay. Yeah. So, unë jam shumë adhuruese e deserteve, kështu që edhe adhuruese e ananasit, kështu që me zi po presë edhe me pa recetën, kështu me pa vetë nga afër, që ndoshta edhe muj me e përgatit në shtëpinë time, pse jo. I'm saying that I love pineapple and desserts, so I can wait to see and maybe watch and learn. Yeah, why Something. not? Why not? Let me prepare it and then after we will see each other. Okay. It's good. Okay. E shikues të dashur, përderisa Andi dhe Ozani po përgatisin ushqimet e tyre, ne përshkëputemi edhe për një blog të marketingut, por qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak në studio.
U rikthyem pas bllokut të dytë të marketingut të në Pasion e Profesion. Ozani dhe Andi janë pothuajse gati. Ozan, Yes, please. do you have a signature dish? Yeah, of course. Okay. Of course. This is, for example, I can say it. This is from my signature dessert. Okay. Yeah, I create this dessert. Oh, nice. Yeah, we have a pineapple carpaccio dessert, but you know, every chef has a something different, special, secret way to create this dessert. Yes. So this is one of my signature desserts as well, which is I created by myself, and we made it for downside the pineapple carpaccio chocolate soil. Like it's not soil, it's from the chocolate cake. Okay. So we are done already with everything, all the methods. So we are going to plating right now. Okay. And the plates are very beautiful. Yeah, which is I like it. I'm serious. I'm serious. Let Pra me pjatat janë nga explain. Karajgja, janë kaq të bukura. Let me explain what we did today. Okay. This is the carpaccio pineapple sugar with the sugar syrup. We make a sugar syrup, 1 kilo sugar and 1 kilo water. We boil it, slice the very thin, slice the carpaccio, the things, and we boil it with the anise star, clove, and the cinnamon stick, and which is they are giving the aroma for that. Yeah. Yeah. So I think it's for this time. you know, you can eat only with like that as well. This is very something delicious. And here we prepared as well like a kind of parfait. And what is the ingredients as well inside? And whipping cream, coconut milk, and egg, sugar. And that's it. We don't have any. You have to mix it well, I think, because that takes so much time. Exactly. So you have to be patient for that. Yeah. You have to be very patient. Ozan, do you have any advice for the young chefs here in Kosovo that want to go international like you? Not only not only No for problem. Kosovo, the guys and general. I have to be talk the general. Yeah. We have to be patient for this job. For example, I see a lot of the people like I'm the young generation as well. Yes. But we have a smallest and the more new generations. So I would like to tell them to be patient. If you are giving to be patient for this job, you will be success. You have to be high discipline. You have to be creative yourself. You have to be like think always, the search always, because this industry, this job is not ending anytime. Yes. So we have to follow, we have to search it all the time, the new things, you know. It's always the growing, Exploring, our industry is always the growing. So what I can tell to young generation, we have to search all the time. We have to be patient. Then after, the success will be followed what you are doing. You will deserve it everything what you did. Yes, you know? of course. Po du me pyet edhe Andin se çfarë këshille ka për të rinjt që dëshirojnë me ndjekit rrugtim. Unë e kështë në vlotë Ozanin, qështu, edhe pajtona plotësisht me ta. Edhe unë e unisë qyshet me njekë me ta, po du të me dash mas parë këtë punë. Du të me ndjekit punë, du të më konë shumë i disiplinu në këtë punë, edhe du të mi punu për mu, du të mi punu këtë pozitat, me kalu në për këtë rjellat e kuzhinës, për me ditë gjdo proces që shkon e kuzhinës edhe gjithë shkon. Kjo kuzhina është shumë e gjonë, ndronë ku mas kohë, du të me pasë shumë dorim, du të me provu sene të reja. Çka ka qenë diçka që ty të ka ndihmu mas shumë të gjatë këtij rrugtimi? Ndonjë këshill që e ki marrë nga dikush, diçka që dikon ndoshta që e ki ndjek si mentor apo diçka e Unë tillë? ndjeki shumë, Po. unë kom ndjek shumë, po ma nësishme unë kom dash këtë punë edhe në kem dorëzu kur të dash këtë punë edhe të provu sene të reja. Edhe kom arrit që aty, dhe kom dash, edhe pse nuk ka shumë, po kom arrit dhe me një pikë që kom thonë nashta di që ta është dëshka. Pra dashuria për ushqimin Të lutem. e sjell edhe suksesin. Po më duket që jemi gati Andi apo? Po thuaj se gati. Okay. Ozan, what will you do next? I don't know. I didn't think about that. I didn't think about that. You'll be staying in Kosovo, Yeah, then maybe another place. Yeah. Where is your dream place next? I don't know actually.
I don't know, I didn't think about that, but right now I am happy with where I am, with my owner, with my colleagues. I'm right now happy. I came here to change something, to grow the restaurants. So let's see what will happen, the time, what will show to us to make it, create it something, to be there. You know? What do the guests who come to the restaurant like more here in Kosovo? The chicken. Chicken, okay. yeah. Filet pule, roule pule. Okay. Yeah. So I think that you will start learning Albanian. Yeah, why not? Why not? Po. Faleminderit. Faleminderit, yeah. Faleminderit. Yeah. E shikozash pra po e presim edhe përfundimin e pjatës nga Ozan dhe Andi. Unë tashmë po shkoj tek këndi im I preferuar. Mos thom kështu se gjitha janë këndet mia të preferuara, gjithë studio e pasionit është kështu një dashuri e jona të cilët punojmë këtu. Por vetë shikojeni. Premium Bakery sjell gjithmonë bukë shumë të shishme, kifle të ndryshme të cilat I kemi këtu. Croissant me fëstëk dhe me çokoladë, por gjithashtu edhe ndoshta më të shishmet për fëmijë, donuts. Këto janë shumë të shishme edhe gjithmonë të gjitha produktet I marrim nga Premium Bakery, por gjithashtu edhe ju mund t'i merrni të gjitha produktet në Premium Bakery, sepse Premium Bakery tashmë gjendet gati në çdo lagje. Unë po I pres pra edhe ushqimet, pra nga pjata kryesore, nga sallata dhe deserti, këto. Përshëndetje, jemi sërish bashkë me mua Artën për të përgatitur një tortë me moll dhe kanelë. Fillojmë me përbërësit, kemi atëre vezët, rushin e thatë, limon, mollët, sheqer I kaft, kanelë e bluar dhe kanelë shkopin. Është mjaft e shëndetshme dhe e këndshme për t'u ngrënë. Shkojmë me përgatitjen. Derisa mollët të fërgohen me gjakjen dhe sheqerin e kaft, ne tani e gatuajmë pandispanje. Për marta shtyt këtë kremin. Përshëndetje për gjithë ju, si që thamë edhe më herët në emision, e kemi prezantuar produktet që janë prej Katarit, është për brandi Zovade, është për produktet shpejta, për më gatu shpejt. Si që thash edhe juve që do t'ju mbojmë receta gjatë për në mësu si shkon procedura asaj. Në videon e kalume kemi bo bukën e hamburgerit, I cili ka qenë me misht kuq. Këtë epizod ta bëjmë me chicken. Mishi vjen I gatshëm, keq ka duhet është një fertere edhe pak bukë. Produktet janë shumë cilësore, me kvalitet lartë. I kemi provu vetë para se më t'regu juve. Do si më dhe
pak bukën në ngrohtë. Unë preferoj shumë shije, ndaj kësaj ka vendosur me qitë pak mozzarella. Si që të gova dhe më herët, për ata që dojnë gatim të shpejt, që nuk kanë kohë shumë, kjo është gjitha ideale. Ozan, Andi mundeni më ardh, you can come Ozan. Hajde. Shohem si ka ndajtë si përfundim pjatat. Sorry. Thank you. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Andi ja këtu. Çfarë fati e kam e dhonë? Me provu ushqime ka shishme. We have to test it from downside as well, because we have a citrus sauce with the Polo Rosso, Oloroso, with the vegetables, dry almonds, figs, mozzarella. I can taste it. It's so good. Tash pastat. Du me I provu gjitha kështu, me I pas veç për vetin në fund. Kështu që stafit, të pasion e profesion, mos mi prekni pjatat. I'm telling them that Enjoy. not I got it. touch I got the it. I got plates it. Yeah. because I will eat them all. Last touch. Everything was perfect. Everything. Thank you. Andi faleminderit shumë për pjatën. Faleminderit Ishte Rriva. shumë e shishme. Ozan, thank you. You are most welcome. Thank you for being part of Pasion e You're most Profesion. welcome. I'm very happy really that we show the people this kind of food, and I'm very happy to work with Ardi as well. And he's so kindly, he's so gentleman, and I'm very happy. I hope we will see each other again to next program. Yes, of course. Yeah. Thank you. You're most welcome. Thank you so much. Andi, faleminderit shumë. Më fal. Thank you so much. Thank you, Ardi. Thank you. Thank you. Ne I shijuam së bashku edhe këto pjata të mrekullueshme të përgatitura nga Andi dhe nga Ozani. E unë dua të falenderoj Podravkën si gjithmonë për realizimin e këtij emisioni Pasion e Profesion. Ne I shihemi përsëri javën e ardhshme me diçka tjetër, por përsëri me muajin e Turqisë. Mirupafshim deri javën e ardhshme. Ky emision mundësohet nga Podravka.